ka kaluar edhe një rritje e madhe për zhdogalimin e makinave, dhe cilat makina, ato që përdoren shqiptarët zakonisht, ato që janë për punë, ato që janë për hall, ato që godasin shtresën e mesme të ulët. Ndaj kemi vendosur... Zakonisht që qëndrojnë me orë të tëra në trafik, nuk ka lidhje, por... Normal, por tani më trafik do të shijojë më shumë, sidomos me dogan deri në nga 25 deri në 30% më të lartë. 1/3 e çmimit. Bravo, bravo. Dorë të litin kemi bezdisur, jo për gjë, po mes gjitha asaj morie me amendime që kishte bërë opozita dhe sigurisht u refuzuan me dashamirësi nga mazhoranca. Do kishte në një gjë edhe për këtë historinë e makinave, sidomos një popull që i dashuron kaq shumë makina sa ne Teliti. Ç'është kjo që pas ka bërë Ministria e Financave me udhëzim? Çfarë do thotë me udhëzim njëherë? Mëngjesi. Mirëmëngjes. Çfarë ka bërë Ministria e Financave? Atë që ka 13 vite që bën për elektricitet, taksat për qytetarët në format të drejtë për drejtë, që është tati fitimi, tapi këto me radhë. Ja disa taksa të llojit të karakterit të fshetë temi. Që janë këto siç është kjo radhës, pra taksës së makinës. Tani çfarë ndodh? Kushdo dëshiron të blejë një makinë të re. Nuk besoj që ka dikush që zgjodh në mëngjes dhe thotë unë do të dua një makinë të vjetër. Përveç atyre që janë makina vintage, që janë tjetër kategori. Por ama pamundësia financiare e detyron shqiptarin që mos përballet financiarisht me tregun e makinave të reja, po detyrohet të drejtohet drejt makinave të përdorura. Tani ky është fenomeni që bën qeveria shqiptare, gjithmonë ka bërë atë kopjen e gabuar, kopjen keq. Nuk është praktike vetëm në Shqipëri të rritet taksën e makinave të përdorura, me qëllim që të kalote makinat e reja. Të gjë kanë bërë në vendet e tjera me të drejtën. Por ama nuk kanë ngelur vetëm në rritjen e taksave, kanë dhënë edhe incentivat financiar për të blerë makinat e reja. Pra nga njëra anë qeveria shqiptare thotë unë dua të incentivoj blerjen e makinave të reja, por ama incentiva juve nuk keni. Dhe në anën tjetër jep vetëm dëmin, e cili është rritja e taksës së tarifës për makinat e përdorura. Pra, kjo metodologjia që ndjek gjithmonë qeveria shqiptare që kopjon vetëm pjesën që i intereson, por nuk kopjon paketën e plot, do ta bëjë edhe këtë politikë të ardhshme, e cila do hyjë fuqi ditën e ardhshme, në vitin e ardhshëm, praktikisht ditë e parë të janarit, do ta bëjë edhe këtë politikë normale nga qeveria, një taksë e fshehtë, e rritur për qytetarët, për familjet e shtresës mesme dhe familjet me të ardhurat të ulta, për shqiptarët ku do ndodhen ata në veri, në jug, lindja apo perëndim. Megjithatë Teliti, ka një problem vogël. Një pjesë, sidomos mazhoranca, por edhe një pjesë ekonomistëve mund thonë që çmimet e referencës janë shumë të mira pasi abuzohet me faturat. Shikoj, tu nuk flet për referencën. Pra çmimet e referencës janë apo janë të vërteta. Kur zhdoganohet sot një makinë, zhdoganohet me çmim referencë. Hapet katalogu referencave. Po. Gjetet kodi makinës, vendoset çmimin për katën, si vitet për katën, gjitha del vlera e makinës. Shumë zonë në koeficientin e zhdoganimit dhe del vlera. Ktu është rritur koeficienti i zhdoganimit tashmë. Okej. Pra pavarësisht nga qytetarët shqiptar, një makinë që zhdoganon në muajin dhjetor, me një makinë që njëta makinë po zhdoganon në muajin janar, do kushtojë 25-30% më shtesë zhdoganimi. Pra është kosto shtesë, është taksë e re shtesë, jo taksë e re, por është taksë e cila ekziston, për cila është rritur tashmë me 25 deri në 30% në varësi të llojit të makinave. Po kam një pyetje tjetër. Mirë për qytetarët kjo gjë do të rëndojë 25-30% më shumë. Po për biznesin, sidomos për biznesin e fermerëve dhe të blegtorëve që punojnë në zona rurale dhe në zona malore, sidomos kodinore dhe malore. Të cilët kanë nevojë për ato kamionçinat e vjetra për të përdorur, sepse është pikërisht janë ato të vetme që mund të përdoren dhe janë të përballueshme në temi edhe nga ana financiare për të blerë. Nga ana e bujkut fermerë, nga ana e bujkut dhe fermerit shqiptar. Si mund të arrisësh ti deri në 1 milion lekë të reja taksën atyre, të taksë të fshehtë temi, duke groposur praktikisht duke pa mundësuar atë që nesër të zëvendësojmë mjetin ekzistues me mjet tjetër, për atë nevojë që ka ai në kodrat apo në malin e Shqipërisë, për atë blegtorit apo për atë fermerit të vendas. Shiko Flavio, është taksë e fshehtë. Okej. Dhe taksa e fshehtë gjithmonë është abuzuar gjatë këtyre viteve. Taksa e fshehtë është edhe korrupsioni, taksa e fshehtë është edhe kjo, e cila me një udhëzim, pa u diskutuar, pas me grupet e interesit, pa u hedhur fare diskutim me grupet e sipërmarrësve, me shoqatat e sipërmarrësve, pa bërë asnjë konsultim, as me faktorët e temi civil
të shoqërisë shqiptare, po pse edhe me ekspertët e ekonomisë, shiko çfarë impakti mund të ketë rritja e këtij çmimi të kësaj reference për sa i përket makinave të përdorura, do sjellë një thjesht rritje kostosh të ardhura për familjet shqiptare, për individin shqiptar, për fermerin, për blegtorin, për aktorët e tregut, e të cilat do të thjesht kosto për ne, por ama të ardhura shtesë në arkën e shtetit. Ato të ardhura që kemi parë shumë mirë këto ditë se si shkojnë. Pra mblidhen nga ne dhe pastaj mes SMS apo me takimet e zyra e agasit, apo me urdhrat që jepeshin nga balloku, shpërndaheshin pastaj për interesa, për klientelën në përxhepat e tyre praktikisht siç është vërtetuar. Taksa që rriten për qytetarët, barë kosto shtesë për ne, kosto për jetesën tonë, kosto rritur, ulje praktikisht e mirëqenies, se janë para që na hiqen, do t'i heqim nga një gjë tjetër për të paguar të taksë të rritur, të fshehur, dhe për çfarë? Që të bëhen disa para më tepër në arkën e shtetit, që në fund ditës të bëhen disa tendera më shumë, që të vidhen disa rrugë më tepër, apo të ndodhen disa veprimtari tjera kriminale, siç janë vërtetuar tashmë, që është rutina e punës ditore e mazhorancës në fuqi. Ndërkohë, ka një kategori të re dhe jo pak të vogël të qytetarëve shqiptar, veçanërisht të rinjve, të cilët merren me një biznes që lidhet drejt për drejt dhe duken më të goditur. Në fakt kemi pasur disa indicie dhe denoncime nga ata që marrin me makinat me qera. Është një aktivitet me cilin shumë të rinj kanë zgjedhur të merren për shkak të numrit të turistëve dhe sigurisht lehtësisë për të futur në këtë biznes dhe për ta menaxhuar. Nuk ka nevojë për shumë arsimim, nuk ka nevojë për shumë rregullim ligjor etj. A është kjo një përpjekje për të nxjerrë një industri komplet dhe për ta centralizuar, apo thjesht për t'ju marrë atyre më shumë lek me idenë që hajtë se po bëjnë lek ta? Shko, janë të dyja këto element. Së pari, po goditet kjo lloj jo industrie, po një mini industrie vogël e temet dhe e makinave me qira, të cilat kryesisht është vërtet që ta që janë menaxhuar nga djem të rinj, kryesisht nga të rinj shqiptar, të cilët ato mundësi që kanë pasur financiare kanë marrë kush 3 makina, kush 5, kush 10, kush 15 makina të përdorura nga importi dhe i kanë futur tashmë në operim në Shqipëri për ata turistë kryesisht që vinë që kanë nevojë për të marrë makina me qira për disa ditë për kohën aty të qëndrimit në Republikën e Shqipërisë. Vendosja rritja e kësaj takse të fshet, thjesht do t'i dizincentivoj këta për të vazhduar për bërë biznes. Por ama do të favorizoj ata koncesionarë të mëdhenj të makinave, që shesin makinat e reja, dhe këto janë tipikisht vendime të cilat lobohen nga ata që janë koncesionarë të mëdhenj, që operojnë në një vend, rasti konkret edhe në Shqipëri. Nuk është se s'ka ndodhur vende të tjera të botës, që koncesionarët e makinave, pra ato që shesin makinat e reja, të lobojnë që të bëhet shmos, të vendosin barikada të karakterit si teknik, të aspekteve teknike, po të aspektit financiar, për sa i përket importimit makinave të përdorura, edhe në Shqipëri është një fenomen që ka ndodhur, po ndodhet ashtu, do ndodhi edhe në të ardhmen, pasi është pjesë e lobimit brenda vetë i industrisë, por përsëris në njëherë, nëse ti dëshiron të incentivosh qytetarët për të kaluar nga makinat e përdorura në makinave të reja, duhet t'i japësh jo thjesht ndëshkime të karakterit financiar për rritje të detyrimeve ndaj atyre që duan të importojnë makina të vjetra, pra të përdorura, por ama do t'i japësh dhe incentivin financiar që ka bërë dhe bota, bonuset financiare për ata që dëshirojnë të blejnë makinat e reja për të ulur koston e blerjes makinës re. Ore, sa është paga mesatare sot në Shqipëri? Paga mesatare sot në Shqipëri është 700 euro? Pa marrim? Po themi. Po, sa bën një makinë e re? A bën 20-25.000 euro, 30.000 euro? Bazike. Jo ato të luksit. Po kjo zotëria do të punoj 4 vjet për një makinë, më trema. Tani bota punon 1 vit për një makinë të re. Ne do të punojmë 4 vite për një makinë të re, me pagat tona. Tani përveç se duan 4 vite, po për më tepër pamundsohemi tashmë, jo pamundsohemi, por na vështirësohet jeta, na rritet detyrimi për të blerë pak një makinë përdorur. Ne nuk po them bëj makina vitit 95, se jemi në 2025 po mbyllen. Po makina 2010-s, 2015-s, 2020-s, këta kanë rritur taksimin me 25 deri 30% dhe për to makina që janë 10-15 vite përdorim, që janë ende makina mjaft të mira për të përdorur. Shiko, do të nisim nga realiteti jonë që kemi ne, realiteti shqiptar, pagat në Shqipëri, me këto pagat që kemi ne, për të blerë një makinë normale, jo makinë luksoze,
Makinë normale, bazike, ato marka normale. Të duhet 4 vjetë rrogë, po të punosh vetëm për makinën, asgjë tjetër. Pra gjithë rrogët atë dedikosh për makinën, mos hash, mos pish, mos ishesh, mos vlevi, mos bësh asgjë. Duhet të punosh 4 vite. Ndërkohë që ne dim shumë mirë, që në Itali, në Francë, Gjermani, ti as civilisht do të punosh për blej makindra. Sepse është niveli pagave i tillë. Tani mos e vështirësoni jetën shqiptarëve, qeveria aty e vështirëson jetën shqiptarëve, e përsëris duke kopjuar, siç ka bërë bota, që ka vendosur taksa shtesë, po është vërtet për makinat e përdorura, pra më ka dhënë bonuse për ato që blej makinë e re. Dhe ata në botë nuk e blej makinë e re me çmimin e plotë që blejmë në Shqipëri. Atë blej me bonuse me 30, 40, 50% skonto të ulët. Dhe ky është incentivi që duhet të bërë tregut shqiptar. Momenti që është normal vetëm njëra krah, njëra anë e monedës, pra thjesht ndëshkimi për vendosje të kostove shtesë, taksë shtesë, për makinat e përdorura, por nuk është normal ardhi vendosja e bonusit, kjo është taksë e qëllimshme, e fshehur, por është taksë e qëllimshme, e drejt për drejt, ndaj qytetarit, ndaj biznesit, ndaj sipërmarrjes, ndaj familjes, dhe nikosisht favorizon vetëm një grusht. Koncesionarët Po importuesit makinash të reja që janë koncesionarët zyrtar, që ne dimë se kush janë dhe se kush i ka ato. Edhe tregjet që lidhen me to, po çfarë rreziku mund të krijojë për tregun informal të automjeteve, për shmangjen e taksave? Në shkuptim këtu do. A do të sjellë një performancë më të mirë në mbledhjen e të ardhurave? Paktën? Shikoj që para do ketë më tepër të ardhurën në buxhetin e shtetit do të ketë. Se kush ka nevojë për ta blerë një automjet, do ta blejë automjetin. Po këto janë thjesht të ardhura në arkën e shtetit. Pastaj se si përdoren këto para nga shteti shqiptar, nga qeveria. Se si përdoren këto para ne i kemi parë, pastaj nuk janë para që do shkojnë për të rritur në ndihmë ekonomike, apo për ndërtuarja të kopshte çelëve që mungojnë Tiranës apo vendet apo qyteteve të tjera, për ndërtuar një shkollë. Do shkojnë për tendera. Pra kosto është kosto dyshishme, pra nga njëra anë është kostoja e më pak para në xhepin ton, nga ana tjetër ka edhe koston e korrupsionit që do bëhet mbi ato para me tendrat e abuzimet, që janë e përsëris rutinë e punës ditore të bashkëranës aktuale. E qartë. Dakor, Teliti, të falenderojmë. Të falenderoj shumë edhe nëse nuk shohim më për të vitë, se është normale. Jo. Unë ju uroj juve shumë ju uroj suksese dhe gëzuar vitin e ri dhe qoftë viti i mbar për ju. Të dy dhe patjetër edhe sidomos për ekipin dhe stafin që ju mbështet nga mbrapa. Të cilët ju jeni vizual, ja? Po ata mbrapa janë një dorë e fortë, le të themi, mbështetje e fortë për suksesin e emisionit, i cili ka qenë vërtet një portal shumë i mirë dhe shumë i drejt për drejt për të marrë informacion për çdo qytetar. Po janë detyruar të na nxjerrin nëse jemi më simpatikët e stafit. Faleminderit Teliti. Faleminderit dhe qoftë viti i mbar edhe për ju. Faleminderit ju, kënaqësi. Rikthehemi më njëherë pas pak, miq të dashur.